Kongresin e Senatin e çka bëhet. Domethënë ju thyem ndamën me veti për një luftë që ka nis atje. Krejt çto probleme, na vën se mu mbledh, e më thon që u konfitu pe bëj, ha të brallë që amni për 4-5 emna, amni 10 emna, 5-6 emna se kon doni për mirën veshë pe bëjmë. Kurse ki që domos s'ka zgjidhje reale. Për këtë arsye unë jam bukur i friguar, nuk më thon, s'më më thon fjalën e fundit se nuk e them të fundit. Mirë, po jam bukur i friguar që ky 34 ditë s'ka me prodhu diçka. Për shkak se njetin nuk peshët të hojrit e para, se ti shkon kështë me prodhu diçka, s'ka pe kini fjallin. Kur prodhu një president të unifikum, një zgjedhje president. A shef, si mundësi këto të rrëmë? Unë e da me thonë pesho shumë problem këtë punë, nuk me thonë as po ashtu se 34 ditë janë deputet, janë që aty, votat janë që aty, po unë e pesho këtë gjatë të pamundshme. Në mund këtë gjatë të pamundshme pesho si proces. Edhe, do me thonë, që ose shkohet, fati, çka duhet me di qytetari i Kosovës, prapë i drejtona, fati ynë, ko ka që ky vendim, ko ka bardhë dhe zë i sakt. Pra, dekreti... Po, thëmë si kërëzjet, behane masani. Kërëzjet pra bezane. Ky dekret është bardhë dhe zë, edhe sa i përket, ambien të amën, a nuk mbien mu nuk ka rëndësi, rëndësi është qartësia milimetrike e këti vendimi gjykatës kushtetuese. I thët, zojës presidente, je gut pak, ishdosht me i bot do procedura, s'di që i kanë thonë mrena, po pak a shumë që ashtu pe lexoj, nuk është kje ljeron, që me ta thirë parlamentin, nuk është, po je gut pak, po i thët, zot një deputet, ju që një zjedh që aty ullën, që i meni që ato roga, 34 dit i keni, ndoshi me zjedh, që i boni razim, ledh një ofër, e zjedh një presidentin në regull, që ju, prej që asoj dite që i boni 34 dit, 45 dit i keni me shku në zgjedhje. E sot u ndërprej masa, i sotit njetë. Edhe tani ju në një veti boni qka doni. Po kush o këtu humësi? Kush o këtu? Pra po këthejna, zdo të na me diskutu Albinin, Bedrin, Lumin, Ramushin. Se haraj qëta njerë, kush po hup këtu? Këtu po hup njerëzit, populata, ekonomia. E bona një përgatita me bo një konferencë për shtyp nesër, po mos ajo s'ka kur fare efekti, se është për çështje ekonomike. Do të thotë 63% o rrit shkurja e kapitalit Kosovës të investu jashtë. Tu mshel fabrikën këtu, qële në Shqipni, mshel e këtu, qënë Macedoni, që tu i ka më një problem. I kemi dikun edhe 15 minuta dhe në fund, punal të kërkesa për largimin e të vëshës dhe aksizës për derivatet e natë. Dim si tash nafta është me shtrajta në rajon, për shkak mungesës një pakos ndimësis që du të me marë qeveria. Nuk kemi deri stash as pak ndimësis, që mund Greqia, Slovenia, shtetet e rajonit që kanë rogën shumë atë malë se na, mirëqenin shumë atë mirë se na, po të njëjtën kohë dhe kërkesin një pjesë edhe t'ju e në disat të tjere, bili t'jesë shove vetë kërkesin edhe të ministra, për largimin e aksizës edhe të vëshës, apo largim të aksizës apo të vëshës. 4 pika ja kom dërgu, do mund për 50% taksizës të vëshën, mu mledh komisioni dhe më thonë që është me naftol me shoqata me këshyrë qka me bo, edhe me këshyrë rezervat, 5-6 dhe më thonë rezervatet moja qënë me i marë me qira. Mirë po tash, qeveria mos ka qka thët. Qeveria po që nuk preket. Ma njerë mas asoj Mimoza tha nuk preket, as të vëshën as aksizë. Une e diskutova këtë punë, njerëzit po pritojnë në bedolë në televizore, sa ne po na shkrujnë. E diskutova me eksperta. Tha besne, kjo punë bëhet shumë letë. 40 cent vjen me një herë. Sens hup se atje nuk zgot 5 vjet lufta, mënët me zgot 3 muj, 6 muj, po në qëta 3-4 muj jenë krejt prodhues, krejt bujqët jenë qysh, ma më tregon ti mu qysh e mjell tokën një bujk, me 1.76 naftin. Qysh e shpërndon aj që e ka një përfatsi që apo di unë të një keksi apo të një... Sot ka shku një pik, një të dhejt, një të dhejt, po këtë është një mund, qysh e... A këta menujnë që firma do të me punu pa fitim, pa i me punu pa fitim së më në lanë ratën. Do më nësë një apë rogën, si vje punëtorin, do më është shumë sen praktik. Qeveria, por që ata vendosë, dhe në këtë rast, qeveria dohet nesër me bo një pik, një amandamentim të ligjit, dhe më honë me zvoglu aksizën, me zvoglu të vëshën, edhe me ra naftin, në emergjens, me 2 ledzime, edhe beso ligjit është bo me 2 ledzime. Lidhje pa lidhje. Me 2 ledzime, votat aleancës si ka, bere ligjin, votat aleancës e ki, unë i kom shku në ministri, dhe në këtë farë hasmërije që e kemë politike, unë s'ko minati me kërkëm personal, e mbelesja me ta. Unë e kom për më spajtime, me pajtë shmëri, ko marë, e kom marë letren, ju më shkue, e kom protokollue, e kom taku Mimozën, i kom thomë një, oj, zoj, shusho, fol me Ministrin e Financave,
Sa i shumë tregoj, shpjegoja, nuk është i pabazum, nuk është që ju më quni mëngjes edhe ku më shkru këtë letër, po ju më konsultu me njerëz në mënyrë që me i bo disa veprime. Përzizja kësi nuk preket, se mandej mi mos... Aja dul, po nuk u dash, ajo e mund, mas por ajo e mund një borë që si ta kanë. Në që se e ka posë urër të rësen. Për këtë çështje full kabineti qeveritar. Nuk mund është prej shkollëve të një ministrije me thonë nuk mbohet kjo punë. Jo do të mu diskutu pse zbohet. Me kallëzu pse zbohet. Që tash pse do të më bohet. Këta për shembull e kanë TVSH-n, u rrit çmimi. Kur rritet çmimi e TVSH-ja, këta po thonë një rrit hyrat. Po normal që rritet hyrat se u rrit çmimi. Kjo nuk është zhvillim. Thusi nuk po jeket, nuk po i lehtësohet qytetarit çmimi TVSH dhe aksizës për naftin, për shkak si me dalin në fund zoti Kult Manek më rrit çka buxhetin. Po zgjë, absolutisht këta, i këshirsha unë, po kjo është inflacion. Kjo është kësoj emnin e ko inflacion. Pra, ajo që apo du me të thonë, është që na unë e presë,